përbashkët, kështu që po të shtojnë hapësirat në hipotekë, apo sa është e hipotekueshme, po të shtojnë dhe një 20% shkësaj dhe kalon nivelin e 1.800 euro. Çmimi në Shqipëri mesatar në unazën e vogël të Tiranës ka kaluar tashmë 2.000 euro për metër katror, që tregon në një farë mënyrë që këto vlera nuk mund t'i blejnë qytetarët e thjeshtë, nuk mund t'i blejnë as unë që jam profesor, ka përshtypjen as ju që jeni gazetar, as avokatët, as edhe mjekët në disa raste e kanë të vështirë që të paguajnë apo të blejnë këto apartamente me këto çmime, që tregon që ka diçka, ka një faktor të jashtëm që ndoshta blen. Edhe me fundit është raporti Bankës së Shqipërisë që nxorri në paqë 50% e hyrjeve të shitura në Shqipëri janë me kredi, kurse 50% të tjera shiten me para cash, do me thënë para hipotekë. Po të marrim me para në dorë, po të marrim në konsiderat që vetëm vitin e kaluar ishin shitur 31.000 apartamente në 2024, i bie që gati gjysma janë paguar me para në dorë, që tregon që janë sasi të mëdha parash që është vështirë që të gjesh kaq shumë persona që të kenë kaq shumë likuiditet. Sigurisht i kanë bizneset, i kanë shtresa e pasur e popullsisë, po ata kanë përshtypjen që pjesën ndërmuese e kanë siguruar tashmë një apartament për të jetuar e të tjerë. Kështu që është vështirë që këta persona të heqin me qindra mijëra euro nga llogaritë e tyre bankare për t'i kthyer në apartamente. Që tregon janë faktorë të tjerë që të çojnë. Mund të themi, zoti Muço, që jemi futur tashmë në një tjetër spirale, nëse mund ta quajmë kështu, të ndërtimeve. Pra, pyetja që ka më shumë interes për qytetarët, ju përmendet që askush prej gazetarëve, njerëzve të thjesht, apo ju e tjerë arsimtarëve nuk mund të blejnë dot një shtëpi në Tiranë. Çfarë do ndodh me ndërtimin gjithë këto apartamente stok? Do të sjellin një luhatje të çmimeve